Ja fjala për ju. Zonja drejtuese e seancës, pari dëshiroj të filloj me një shprehje të ngushëllimit për policin i cili humbi jetën sot në krye të detyrës, ngushëllimet e mia për familjarët, miq, dashamirësit, por edhe një urim për kolegun e tij i cili u plagos dhe është në trajtim mjekësor. Në fakt, është skandaloze të shohësh se si policët, shërptorët e shtetit shpeshherë gjendet të luftojnë krimin, të tradhtuar nga njëherë nga paaftësia e prërëve tyre, apo akoma më keq edhe nga lidhjet e prërëve dhe të përfaqësuesve të shtetit shqiptar me krimin, i cili shpeshherë në vend që të mbrojë policët i tradhton dhe mbështet krimin. Pika tjetër e cila mendoj se është e rëndësishme për të diskutuar është mungesa e vazhdueshme e kryeministrit të Shqipërisë sa herë, sidomos ka kërkesë për interpelancë dhe do duhet të ishte këtu për t'i dhënë përgjigje pyetjeve dhe interesimit të kolegëve deputet dhe detyrimin që ka ai për transparencë ndaj opinionit publik dhe qytetarëve shqiptar. Në fakt nuk është rastësi, është një mënyrë tashmë konstante e kësaj magjorance për t'ju shmangur përgjegjësisë qytetare për të bërë transparencë. Në të njëjtën situatë u gjendëm edhe 2 ditë më parë në Komisionin e Shëndetësisë, zonja drejtuese e seancës, ku ishit prezent edhe ju. Në atë seancë të Komisionit Parlamentar kërkuam me forcë prezencën, thirrjen e ministres së Shëndetësisë për të dhënë sqarime për opinionin publik dhe interesin e jashtëzakonshëm të qytetarëve shqiptar për një urdhër skandalos të turpshëm që ai institucion ka nxjerrë nëpërmjet zëvendësministres. Një urdhër i cili parashikon mbulimin e shpenzimeve për persona transgjinor dhe nuk jep asnjë sqarim se pse do duhet të përfshihej në këtë urdhër kufiri i moshës 14 vjeç për pacientët, nuk jep asnjë sqarim mbi çfarë bazash dhe studime shkencore është realizuar ai urdhër, nuk ka bërë asnjë konsultim me grupet e interesit, urdhrin e psikologëve, të mjekëve dhe të farmacistëve, nuk jep asnjë sqarim mbi impaktin ekonomik që do të ketë ai urdhër tek sistemi shëndetësor, a do t'i hiqen fondet shërbimeve jetë shpëtuese siç është spitali onkologjik apo jo, për t'u dërguar tek mbulimi i shpenzimeve për trajtimin hormonal.